apo nga vatra apo nga dikush, po bëhet nga gjithë ne së bashku, ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë. Mendoj që ka ardhur koha që edhe politikpërësit e Kosovës, edhe jo vetëm të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë edhe të Malëzi, ta kuptojnë që shqiptarë amerikanët janë të punu me një rol shumë të madh dhe kemi shumë miq qysh kemi pas në kohën e nadjeta dhe të shfrytëzohet që çaj vrulli që është duke punuar në kohët e fundit dhe mos të humbet shansa se mendoj që është një shansë shumë e mirë. Po e more përgjigjen. Gjino, të faleminderit shumë të mirë pres në studio në ndonjë ditë të radhës, po gjithsesi kjo përfshirje e juaja ishte shumë e frytshme në kuadër të këtij debati dhe kësaj marrëdhënie speciale Kosovë-Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilin po e debatojmë me deputetët Alban Zoga dhe Jeta Statosi. Gjino, kam përshtypjen që ka mundur mos jetë i lumtur me ato çfarë po ndodh këtu. Po ne duhet ta trajtojmë dhe ta çojmë deri në fund. Me rëndësi që 120 deputeti marrin 3.000 euro në fund të muajit. Si marrin 3.000 euro, Hali? Ne se tash ma pak, deri sot bëhen komisionet. Po, në rregull. Pak ma pak. Se kjo po na dëmton shumë brenda. Pak ma pak. Jo, shumë ma pak. Që unë po ju tregoj sot. Se e ku marr para 2 ditëve. 1.700 euro e ku marr. 1.700 euro. Mirë dhe 1.700 euro. 3.000 euro, 1.700 Për euro. 3 minutë punë. Po 3.000 euro kjo po krijon pastaj një var percepcioni shumë negativ në publik atje. Unë 1.700 euro, zoti Zogaj, do më hanë me i morë, du na me punu nja 3 muaj ditë sa bakësha, që thëtë publik Kosovës. E di unë sot duhet me punu... Kjo është padrejtësi që i bëhet votuesit, sepse deputetin në Republikën e Kosovës zgjidhet direkt nga populli, nuk ka lidhje me partinë. Partia nominon, mund është ti me mbrojt kauzën tane, agendën tane, patriotike, shtetënore, legislative, amo çka dush, pa thonë dhe ju na Mihajli Kurgja. Sepse ajo nuk ka kur farë për shtetin Kosovë. E këta shkojnë bile se janë padishum, edhe kërkojnë edhe mja shku fjalimet. Ajo tepër e zoja është ajo gru, që mund mja shku 48 deputetve fjalimet. Mos kalojmë në fyrja, mos kalojmë fyrja. Jo, më falë, po kjo është vërtetu. Jo, kjo është vërtetu që ka shku fjalimet, zoti Sadiku. Me 48 deputetve e shkruan fjalime. As mi qujtë padishëm, se ti thë direkt, në fjallën paraprake tha ta zgjidhen direkt nga populli. Edhe i zgjidh ky popull, për atë arsye janë aty. Edhe është një diçka, një kompetencë të në një aftësi të në pse janë aty. Edhe ju po abuzoni me qatë kompetencë. Absolutisht kërkush po abuzon me. Shiko, me nish me folë me emna për kompetencë, zonja Satovci, do më onë dolim Qesharak. Sa aty veç kompetencë nuk ka. Po, qëllëm qytetarit mirë po, është na e kemi temen tash që s'po duke njetë me u përlo me 2 sekund. Sinqerisht, ka da, ne patëm temen, edhe dhe ishta mu marë pak me mirë po ti, e theve kodin e mirësjelljes, sepse nuk e përmene, do më onë, kontu globalin që ka me 600 megawatt orë energji elektrike që do të furnizonte jo veç Kosovën, po edhe do të shiste në këtë Ballkanin, në kohët krizës, e ka pengu. Unë po flasë gjatë mandatit, edhe unë po flasë energji me kontu global me Kosovën e re, zonja Satovci ka qenë veç 85 euro, Albin Kurti ka honë kuku për shtrajt. E ju e kini blenë qeverisjen e shumicës juve, po thomë, se ti si e fajtorën këtë rast, 800 euro, plus 800 euro, transmisioni. Do më onë ka dollë 1.600 euro, qatë 85 euro që e kini pengu. Mas pari na nuk blem energji. Mas pari na nuk blem energji. Energjin e blen furnitori i cili është Keskoja. Noa inexistente edhe geni servis. Me qëta ty keni punu ju që 4 vjetë. Licencën e furnitorit e kite Keskoja. Si deputet e zjedhun direkt me popullit, nuk e pos guzim u qu me vetë ku shon Noa. Me vetë shefa tu atje. Inderum, me procedurën e privatizimit, licenca e transmisionit edhe e furnizimit me energji elektrike për konsumatorin fundor që nënkuptojnë qytetarin Republikës së Kosovës e kitë të Kesko dhe të Keci. A e ka pengu me vendosja Kosovën e re apo jo? Privatizimit.
A ka Unë pengu. po flasë për gjatë mandatit tim, edhe sa jam, edhe Dhe bashkëpunimi pastaj që Shiko, kemi pas me me respektin MCC. maksimal jetë. Unë Edhe s'po unë me them që shumë ti respekt je ndaj ajo që e ke teje. bo. Edhe unë po i flas me shumë respekt ndaj Po teje. mos i mbroj, E do më mos i përmendi bëj çështjen e politika e gazit. këqija, as Çështja e energjetike, gazit as do të ndërkombëtare. nënkuptonte Kem të tema ndërkombëtare. megawatt 3 hershmat shtrejt. Jeta. Okej, Jeta. po leti- Ju lutem. vetëm pak. Po e përmenon se edhe zoti Gjini, unë nuk thash që ata, shqiptarë amerikanë nuk Mulliqi, po po. punojnë. Mulliqi, zoti Mulliqi. Nuk thash që ata nuk po punojnë. Sa duhet. Ata janë shumë shqiptarët mëdhaj, shumë shqiptarët mirë. Qytetarët të edukum mas pari, edhe të integrum në fell në sistemin amerikan. Po unë e thash që qeveria e Kosovës nuk e ka taku as një kongresmen për pas historisit me një rast. Po Më falë, dhe qysh unë me nisa taku? nga një letër që zonja Satoshi do duhet me ditë që i është dërgu nga 2023 nga ambasadori i Republikës tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zoti Ilir Dugolli për Donika Gervallën dhe ku thot ai shpreh mjerim. Thot unë detyrohet me mbyll derën ambasadës sepse as ma qel derën kush, as nuk thirr kush kërkun, as nuk kom staf, as nuk kom mbështetje, as nuk më çon inpute nga Prishtina kërkush. Kushtrim, lutem. Ja, një minutë, lutem Ale, një minutë. Duhet përgjigjesh. Dhe zonja Gervalla i ka kontraktu dikon, dy kotera, thjesht, atje, nja 250.000 euro i kanë hongër, nuk ju ka renovu mon kontrata, edhe kanë taku veç historisin. Në kitë kuptim e po ta... Po, Qysh me u hap, Gjino dyert. nuk janë vetëm raportet Ju lutem, jo s'kam çfarë pa thonë që t'fjalit, Po lutem. Gjinos po i referomon, Gjino ta janë edhe me të tjerët Qysh me raportet, u nuk hap janë vetëm dyert, kur ti e ke pas një ish kryeministër që e ka qujtë sekretarin e shtetit Amerikan naiv, do me thonë i ka thonë ti zotni, nuk je tu dit për venin tonë bashmir, je naiv pak. Sekretarit shtetit, edhe tash na presim, dyrt me u hapa, e s'ka ftofje. Sekretari i shtetit që edhe Donald Trump e ka shpoll non grata. Ka dole vishpak, ai ka pozicion ka pas ja ka ndaluar sekretari i shtetit Amerikan. Ja ka he clearance. Sekretari i shtetit Amerikan. President. E pa pranueshme, mos ka pak e pa logjik këtu. precedent, e pa precedent, Po, e pa ama pranueshme. duhet me kujtu E që ato tani në kontekstin. shupe takoj ke, apo? Po, plus Sulli vlerë. Vahuri, Unë s'e kam kuptuar absolutisht hiç çaj të Po, thonë. kupton, po Jo, po, s'jam të shkish kuptuar hiç absolutisht. Po ne, se Unë po vetën them, tonë. një ish kryeministri joni e ka qujt sekretarin e shtetit Amerikan naiv. Sekretarin e Sekretari shtetit. një Kur ka qenë politikan, pozicion politik. që ka Dvetin. bënë një politikan i I cili çka ka Kosovës. po? I cili çka ka po? Çka ka po? Çka ja po na hajrin, Blinkeni të menqur, genial, kreativ, produktiv, në relacion me Kosovën. Qa ti sekretarit Amerikan. Ti jetë e arsutua. Çka ja po? Jetë e arsutua, po. Ama du të me kuptu se ka qenë reagimi. Kujdes edhe po, ti ki divergjenca mendim. Shka lypen konvent demokratëve po ti? Se ka qenë reagimi. Se sakrilegja i se ata parti me orientim. Jo, se zoti Trump e referohet asoj. Po i referohet, po sa ajo Ma kanë është... gull, thot Kosovat, një famë mënyrë, thiken ma shpine. Po nuk e ka thënë, ma kanë kultikën ma Jo, shpina. unë e thash, metaforikisht. Ai nuk është i djatë. Ai nuk është i djatë, po që... Këta opozitor të kurtit me taku Grenellin, ja kanë mushmena për sheu kon atje. Kjo është sigur ti thot dikush ka qenë në Mirat reagimi- Dikut se ke shku në EPP. Nëse për ma shkëllile, shme ka pa Edhe mirë është që është në PP. Po shumë mirë, pra. Do më është përparësi e madhe për Kosovën. Do më kur tjetër në qëse jo aty. Në çështjen e mendimeve të S'kan ndryshme. pa kjo, pastaj po kthehemi është dy logjika në qëse na mendojmë strategjikisht politikisht. Edhe në qëse i pas ka thonë naiv, nuk është as mirë, e as nuk është meqën diplomatikisht, e ka kërku falje, është tërhek, zoti Kurti ka thonë jam gut. S'është mirë. Por me marë të mirë qenë, Se di që është tërhek. me marë kush të ka mirë kërku qenë, folje, kush është me një intervjist ka thonë që s'ka mendu. Po e ka thonë, po ato nuk e moni me një. Vishë e moni me këto. Jo, që të dyrësh me dëshmu të A zoti jeni shkoj Sadi. kënë State Department dhe sheshu. Intervist me media ndërkombëtare? Po e gjoj në artikull ku ka thonë, në më duke të konë, nuk zëri Amerikës ose në një vend ku thotë nuk është konë mirë. Transmetoja kushtimit, gjoje, obligosh ndaj zonjës dhe ftyne të zotive. Nuk jam zorë me rejt. Po thuje, gjoje. Jam nuk as i lig, as i poshtër, me shpif edhe me trillu të shka që sështë. Okej. Pik.
që ta te kalojnë këto, qëse ti mendon që jam i poshtër dhe i dik, Nuk e do. E mbaj për fjalë blerimin e emisionit. Reagimin ndaj Alban Zogaj e sfidova në relacion të mendësisë strategjike diplomatike. Në qoftë se tani e kemi një president popullor Alban, siç është presidenti Trump, i cili ja ka qit drynin, çati Blinkeni genial. Ja ka qit drynin USAID-it për shumë arsye që sigurisht e din ti. MCC-s. Dhe jo vetëm MCC-s, po edhe IFDC-s, International Development Corporation. Po, e qartë. Financial, që ka pas mi adhon 70% equity. Që ka financu grupe marxist-leniniste në kontur globalit, që e përmene ti. Ka pas 70% mi adhon kontur globalit, se si ka pas lekt. Fakt dollart kontur globalit. Jo më mu interesat a keni qenë kundër ajo. Këtu ushit si kontur globalit pipje por e të veta. Prandaj po du me dhërë. Në situatë, mirë. Parim flasune, sekretarit Amerikan, kush do të shoftaj, nuk i thuhet naiv, pik. Mirë bol. Mirë bol, në regullimi me këtë pik. Por, me qka si mi regull? Kuja po më hajrin ati gjeniun që se na i s'koka. Kemi po na për para hajrin e jashojmë gjithë po hajrin Amerikës. Shkaja po hajrin, jaja ki po hajrin Blinkeni genial, ja du të mja po hajrin këti Trumpit genial që e ka shpoll ato në ngrata. Edhe po, sa i po thot, edhe postimin e ti, po thot, presidenti Amerikan. Se jemi duke kriju kakofoni. Unë nuk përbysh Zogaj, pas ta e merë zonja Jeva. Unë personalisht. Në relacion me postimin e Trumpit, ku thot e ka prish Bideni. Partijake, ne jemi bipartisan në relacion me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Bipartizan. Asnjëherë nuk bëjmë ndarje demokrat-republikan. Për neve, për LDK-n, po edhe për mua Alban Zogaj, ekziston presidenti Amerikan, nën presidenti Amerikan, sekretari i shtetit. Ato janë pozicione politike, shtetnore, cilat ne i respektojmë, kush do që është aty. Dhe ne sillemi njëjtë, edhe kemi më sill njëjtë gjithmonë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe nuk i ndajmë në demokrat e republikan. Qitolet a merë vesh qytetarë. Trumpi ka bërë të tjere. Kjo nuk është qëndrimi kuzimshëm. Në qoftë se mundem, duhet me kuptu edhe kontekstin e rrethonave që kanë qenë të asaj kohës. Pra, reagimin në të cilën është bë, është ndërlidhur me hapat të cilat janë ndërmarrë në veri. Mirë po gjithashtu, nuk duhet me harru që ka qenë pikërisht ambasadori Amerikan, që pasaj ka dalë dhe ka thonë që njohëm edhe i respektojmë institucionet e Kosovës në veri, si dhe shtrirjen e sovranitetit, subjektivitetit dhe nga pjesër teritorit. Në bazë të suksesit që ka pas kjo qeveri në shtrirjen e sundimit të ligjit dhe prezencës e institucioneve tona në veri. Pra mund të ketë qenë çështje e diskutimit se sa mund të prodhoj krizë ose ta tensionoj situatën. Mirë, por rezultati, efikasiteti, si dhe sundimi i ligjit në atë pjesë e ka dëshmuar një diçka të cilën pasaj është përshëndet nga institucionet amerikane. Pra, jo ke pas deklarat ekskluzive për fond, ne po e shohëm kur e kemi përmbyll. Po, mirë po, ajo çka është prodhuar në fond, është pa që është e mirë edhe për vendin, edhe për shoqërinë, edhe për stabilitetin, edhe për sundimin e ligjit. Pra prezencë të institucioneve, sundim të ligjit dhe barazi për gjithë. Edhe kjo është përshëndet në fond. A mund të ketë pasur njerëz të cilët kanë qenë skeptik ndaj procesit edhe sa mund t'i kontribuojnë ndonjë tensioni, mund të ketë pasur. Edhe ka shumë rrethona që edhe mes miqve dhe mes aleatëve mund të ketë mendime ndryshme. Edhe unë se shoh korrekte ndaj asnjë deputeti që një raporti shekullor, sikurse Kosova edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tenton me i fry në sensin e mos pajtimeve. Sepse ne jemi miq, edhe kur atëhere mund të kemi mos pajtime në qasje. Mirë po në fund, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përmes ambasadorit të tyre, e kanë përshëndet atë sukses, kanë thënë që e njohin atë sukses, gjithashtu e njohin prezencën e institucioneve të Kosovës në veri. Kanë thënë që i njohin institucionet punojnë me to, po se kanë quajtur sukses? Jo, ajo pa dyshim që është sukses. Po, kjo është interpretimi juaj, po ata se kanë quajtur sukses. Kur e kanë përshëndet dhe e kanë njohë një realitet të ri cili është prodhu, ajo nënkupton, mund të edhe të nënkuptohet ose të kuptohet, mbi qasjen e saj.
Kosovës në veri. Institucionet të Kosovës nuk ka ardhur në veri të vendit. Prej pasigurisë, prej bondave, prej kriminalitetit që kanë bizotruar në atë pjesë. Sot ki stabilitet, sot ki biznese, sot ki njerëz që qarkullojnë në liri, sot ki asgjë më shumë se sa sundim të ligjit. Po, sepse kom vizitu, edhe shkoj ko paskohe e vizitaj. Po, urdhërom. A konsideron ti çështjen e veri problem politik pas zgjidhun, apo e konsideron problem të randit të ligjit të bondave? Aty ka sundu bonda, aty ka pas kriminal, po ta që mundohet, po jo, ta që si para prokurori mund me shtru, kur edhe me... problem për jetën, në këtë rast, jo për Albinin. Që e di që ka me në Albini dhe jeta. Po dhe jeta... Cili jo problemi verit, a o politik, a o ushtara? Aty s'ka pas sundim të ligjit, tuk mëj me të përgjigjune me po ose jo, pa e shtru qështjen sepse aty ka shumë dimenzion. Me prezencën e institucion, e kemi pabre sa që ka bërë edhe partia juaj, për deri sa ka qeverit një kohë shumë të gjatë. Dashta pe legislatura është partia që mas shumë t'i ka qenë në pushtet. Po kur kemi qenë në pushtet, marrëdhëniet me Amerikën kanë qenë më të mira gjithmonë. Sepse ne shkojmë me vizionin e presidentit Rugova. Kosova shteti i pavarur. Keni thonë rruga e re, ju e keni nxjerrë për rrugës Rrugovës. E keni jep kohë e re. Kosova shteti i pavarur demokratik në marrëdhënie të përhershme me Shtetin e Bashkuar të Amerikës dhe janë tarsuar në NATO. Që kjo vizioni Rrugovës, që të vizion e kemi edhe na sot. Jo, fatkeqësia është se kemi. Është lëkundur marrëdhënia me Amerikën, siç po konstaton Zogaj? Po të gjitha argumentet që i thash unë e tregojnë që janë stabile, janë të përjetshme, të përhershme, edhe në momente kur mund të ketë mendime ndryshe, sepse edhe mesht kanë mendime të ndryshme. Po prap e respektojnë qëllimin final, raport me forcimin e demokracisë, raport me sundimin e ligjit, se pikërisht këto janë parimet mbi të cilat dhe vetë Amerika funksionon. Dhe shtete stabile, shtete me sundim të ligjit dhe me demokraci të forcuar, pa dyshim që respektohen edhe në një nivel më të lartë kur të arrin atë maturi. Zonja Jeta, një ndërhyrje me që u përmend veriu, sot është lajm pas një diskutim çështja e testimit të urave atje, për cilën u tha, a është bërë kjo në koordinim apo pa koordinim? Po, më besoj që këto detaje më mirë i den Ministri Punëve të Brendshme. Nuk kam qenë në diskutim, le them që të kemi informatat deri në detajet finale për të pasur një... Jo vetëm pak, se çështjet e urave, hapjet e urave në raportin Veri Jug, zakonisht kanë shkaktuar probleme politike, edhe ka patur një ndërhyrje Nuk mund të komentoj, pa e pasur informacionin e nevojshëm. Besoj që me një drejtim ndoshta ndaj ministrive të cilët janë kompetente, munden ndoshta me jep informata, kështu që në ju nuk besoni se procese të tilla lëkundin ose lëndojnë këtë marrëdhënie? Lëvizjen e lirë unë nuk besoj që i pengon kudo ose parimisht atyre të cilët lirit individuale e kanë një prej parimeve kryesore, ato janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne dim që komponenta kryesore parimeve të tyre është liria individuale, e liria e lëvizjes së lirë padyshim që është pjesë e saj. Zogaj, për juve Zoga e një pro e qartë, deputeti ministri tani... Po kjo është problem shumë i madh për vendin. Problemet e kanë lingvistike. Po duna mi u kthy. Po unë po të pyes ti diçka tjetër, a je për ose kundër këtyre urave të reja për cilat po të përpiqen në veri jo sot nuk jemi përgatitur me të përgjigj në këtë pyetje. Sepse kemi ardhur për me diskutu për këtë. Po kjo është raporti, po kjo raporti po jo që është lëkundur, po nga pjesa e veriore u lëkund. Edhe kjo veri Jug është. Zonja deputete nderuar thot